Kjo është letra e Gramos Gërvallës, një mik që nga largësia i shkruan Abedinit, njeriut që i ndriqoi vitet e fakultetit dhe i dha kujtime të çmuara. Një rrëfim për një miqësi që ka mbetur e gjallë edhe kur kilometrat janë shtuar, por zemra s'ka harruar. Jemi në Pej, aty ku zotri Gramos Gërvalla ka letrën e tij për mikun. Zotë Abedin, fillimisht faleminderit shumë që e bë pjesë e jona. Faleminderit për juve që keni gjetë kohën më ardhë këtu. Ne kemi një letër nga një mik juaj i dashur që jeton jashtë Kosovës, që fillimisht ka dashur me të pyeta, a keni një ide se për kujt mundet me qenë letra? Është prej shokut më të mirë të fakultetit, Gramos Gërvalla, i cili ndodhet në Gjermani, me banim. E kom pas 4 vite shok shpirti që thoi. Zoti Gramos ka vendosur një dërgu një letër në cilën i ka disa fjalë falënderimi dhe mirëjoje për juve, kështu në fillimisht ka kërkuar që ju më hap letrën, më lexo atë, edhe pastaj ndoshta i kishim ndodhur në ato momentet më të mira që i keni së bashku dhe çdo që i kishte thonë ju. Po patjetër. I dashur Abedin, zemra ime është plot emocione që s'mund të përshkruhen me fjalë. Sa herë kthehem me mendje në kohën tonë në fakultet, ndjej një valë kujtimesh që më mbushet shpirti me një miks emocionesh, gaz të madh dhe një brengë e ëmbël. Kujtoj orët e gjata në leksione duke qeshur për gjërat e vogla apo luftimet tona për të kuptuar detyrat e pamundshme. Çdo moment me ty ishte një mësim jete, me tregove se si të qesh edhe kur gjithçka duket e errët. Dhe se e vërteta ndonjëherë gjendet në faqet e një libri. Dhe librat, ata libra që më dhe, çdo roman, çdo histori ishte si një derë e re që me çonte në botë që nuk i kisha imagjinuar kurrë. Mbaj mend natën kur lexova atë librin për dashurinë e humbur. Rash në shtrat duke qarë, por ndjeva që shpirti im po lirohej. Ti më tregove se lotët nuk janë shenjë dobësie, por guximi për të përjetuar çdo ndjenjë deri në fund. Faleminderit që ndave me mua jo vetëm faqet e librave, por edhe pjesën tënde të thellë. Mësova nga ti të çmoj fuqinë e fjalëve dhe të mos friksohem të them me vjen keq ose të dua. Ti ishe dritarja ime kur botës ime i mungonin ngjyrat. Shpresoj që së shpejti të mund të shihemi sërish, të shkojmë në një lokal të vjetër dhe të kujtohemi si dy të çmendur. Deri atëherë do mbaj çdo kujtim si një thesar. Me respekt dhe dashuri i shoku, miku i zemrës Gramos Gërvalla. Një letër e ndjenjë, ndoshta që ma shumë ka falendëruar për gjithë atë periudhën që keni qenë bashkë. Tregoni ato kujtime nga fakulteti që i ke, nëse dikush thot diçka nga fakulteti që i kishte ndodhur bashkë me zotin Gramos. Sa janë kujtimet e para që më mend? Ne ishim diku napërcisht 600 studentë në fakultetin juridik Haxhi Zeka. Momenti i parë kur i njoftu mas pari, ma ka kërku një libër. Kolega, a mund të ma japësh një libër? Edhe që aty ka qenë fillimi i lidhjes si shok unë dhe Gramosi. Që keni përjetu këtë pjesë që zoti Gramos ka shku jashtë? Prej asoj kohë kemi qenë shok të pandashëm, kur ka shku jashtë
e kum ndje vetën i vetmuar, nuk kisha mas shok, kom pas zakonisht shok aty në fakultet, po me Gramosin më konë pandashëm, si më konë me vlla. Cilat do ishin disa fjalë nga zemra, ndoshta që do ja dërgoj edhe ti zot Gramos? Gramosit i dëshiroj çdo të mirë në jetë, e lumturi, gjitha të mirat e botës ja dëshiroj. Sa janë shpesh ta ndoshta këto ardhjet e Gramosit në Kosovë, sa ke vendosur, sa ke menduar ndonjëherë me shkollet në Gjermani për pak po? Sa herë vjen Gramosi më takon, më thirr, më fton për kafe, edhe masi që ka shku, ka tentu me mor atje, bile ka dasht edhe me më ofru punë, për mes punë më shku në Gjermani të karriere. Kështu që me Gramosin vetëm fjalë të mira s'kam. Zoti Abedin, faleminderit shumë. Faleminderit nga ju, por nga zoti Gramos që na treguat në shoqërinë ndoshta të pastër që pavarësisht largësisë nuk ndalet ai komunikimi. Ja, i dëshiroj veç suksese në karrierën e tij. Le të vazhdon, është një shok dhe mik i mirë. E përshëndes nga zemra ato dhe vllazërit e tij. Kjo ishte letër nga diaspora për këtë javë. Në bashkëshihemi javën tjetër.